Erion Mandi është trajneri i ekipit fitues të torneut Summer Cup 2025 me ekipin atletik U11. Urime, profesor, për këtë sukses. Faleminderit për urimin. Ishte një torneo shumë i mirë këtë vit, bile në më të mirë që organizu deri tani. Ekipet më konkurruese ishin shumë më të forta. Pjesëmarrje shumë e mirë nga ekipet nga jashtë, nga Maqedonia, Malezi dhe Italia. Është një kënaqësi e veçantë, por është kjo grup mosh, sepse është një mosh shumë e vogël dhe ka tepër cilësi. I kënaqur me përbërjen e skuadrës me elementin që keni në dispozicion? Elementi tek U11 atletik është një nga elementet më të mirë në Shkodër. Jo se them unë, po thonë gjithë njerëzit e Shkodër, pa përmend emrat e tyre, po është ekipi më i mirë në zonën e Veriut. Dhe këtë e kanë bile gjithë. Jo, disa emra do donim të dinim, cilët janë ato më kryesorë sipas jush për momentin. Për momentin do të përmendim vetëm 2-3 emra, jo më shumë se i bindesh edhe grupi tjetër. Po është Marlin Jerina, është shumë sportist i mirë, Anor Kraja, dhe Regis Cekaj, edhe s'mund rri pa përmend si drejt Hoxhaj. I gjithë janë pa përshtim, por këta ka të bëjnë dallimin në lojën time. Atletik Shkodra po përfaqësohet me dinjitet vit pas viti. Ka krijuar një ansambël shumë simpatik. Kena një staf që punon për këtë gjallë dhe jena stabil, nuk kena probleme, dhe kur nuk ke probleme gjithmonë zgjedhin fëmijët dhe përkushtimi jonë dhe fëmijëve arrin edhe rezultate të tilla. Urime, profesor, dhe suksese në vazhdim. Faleminderit.